Libri i profetit Isaia, kapitullin e 5 nga fillimi. Vreshti i Zotit. Pra Isaia kapitulli 5. Dua të këndoj për të dashurin tim një kantik të mikut tim lidhur me vreshtin e tij. I dashuri im kishte një vresht mbi një kodrin shumë pjellore. E rrethoi me një gardh, hoqi gurët, mbolli hardhi të cilësisë më të mirë. Ndërtoi në mes një kull dhe bëri një trokull. Ai priste që të prodhonte rrush të mirë, kurse prodhoi rrush të egër. Kështu pra, o banor të Jeruzalemit dhe njerëz të Judës, gjykoni midis meje dhe vreshtit tim. Çfarë mund t'i kisha bërë vreshtit tim që nuk ja kam bërë? Pse ndërsa unë prisja të më jepte rrush të mirë, ajo më dha rrush të egër? Por tani do t'ju njoftoj atë që gaditëm të bëj me vreshtin tim. Do ta heq gardhin dhe do të përpihet krejt. Do të shemb murin e tij dhe atë do ta shkelin. Do ta katandis në një shkretir, as nuk do ta krasit, as nuk do ta punoj me shat, por do të mbin ferra dhe gjemba, dhe do të urdhëroj ret që të mos bjerë shi fare. Vreshti i Zotit të ushtrive të shtëpia e Izraelit dhe njerëzit e Judës janë mbëltesa kënaqësisë së tij. Ai priste ndershmëri dhe ja gjakderdhje, priste drejtësi dhe ja britma ankthi. Amen, fjalës të Zotit. Është një pjesë shumë serioze e fjalës të Perëndis, në të cilën fryma e shenjtë vjen dhe na zbulon se do të këndoj një kantik të mikut të tij, do më thënë të Jezu Krishtit, për vreshtin e tij. Ose më sakt, nga që është në dhjetën e vjetër, do të këndoj kantikun e vetë Perëndis për vreshtin e tij. Në dhjetën e vjetër kjo. Dhe përshkruan. I dashuri im, thot, kishte një vresht mbi një kodrin shumë pjellore. Në një kodrin që ishte shumë pjellore, pra dheu shumë i mirë dhe ishte në kodrin në mënyrë që edhe të vaditet, por edhe të marrë çdo bekim prej Zotit. Dhe kështu Zoti i këtij vreshti mori dhe e rrethoi atë vresht të tij me gardh rreth ose rreth qark, me një gardh të madh, në mënyrë që kafshët e egra dhe bishët e egra të mos mund të futen në mënyrë që ta dëmtojnë vreshtin. E dyta, hoqi gurët, do më thënë e pastroj plotësisht. Hoqi çdo gur në mënyrë që dheu në të jetë edhe i pastër, të jetë edhe i pasur, por edhe frutdhënës plotësisht. Dhe pasi e pastroi, mbolli hardhit të cilësisë më të mirë. I plotfuqishmi Perëndi mbolli në të hardhit e zgjedhura që në dhjetën e vjetër ishte Juda, i popullit të Izraelit. Por edhe brenda vreshtit ndërtoi një kull, si një depo që të mund të mbledh frytin e vreshtit, por ndërtoi edhe një vend ku të shtrydhte rushin e mirë, ta fuste në të që priti të prodhonte kjo vresht që të mund të nxjerrë verë të mirë, verë të cilësisë më të mirë. Dhe nga që unë rrita dhe baba im kishte 6 dëlim vresht kishte dhe e di sa shumë e don Zoti i vendit vreshtin e tij.
Dhe ky ishte një mesazh për mua ku jetoja në atë moshë të vogël. Më kujtohet me merte, shkoja tek vreshtat që kishte, i punonte përpara së gjithash, bënte pasi e punonte dheun e plehronte, pastaj i krasite me kujdes të madh që të mos heq ato degët e nevojshme, por degat e panevojshme, ato që nuk jepnin fryt, ato priste. Dhe i donte dhe interesohej për ta. Shkonim shpesh herë dhe ju shërbente aty në hardhijave me shumë kujdes të madh. Dhe mundësisht dinte dhe më thoshte se kjo hardhi është shumë e mrekullueshme, bën fryt të shumt dhe jep edhe verë të mirë. Por ishin edhe disa hardhi të tjera të cilat ishin të dobta. Kishin deg, por nuk jepnin fryt. Nuk kishin rrush, domethënë. Nuk çfarë bënte me atë hardhi, merrte dhe shkulte dhe në vend të saj vente tjetër hardhi të shartuar në mënyrë që të jape fryt të mirë dhe fryt të shumët. Dhe mundësisht njëra vresht e donte më tepër sepse kishte fryt më të mirë dhe verë më të mirë dhe më shumë verë. Kurse vreshtin tjetër e donte dhe atë, por kishte më pak fryt dhe jepte më pak verë. Dhe gjithnjë prisnim që të dilnin të jepte rrushin, që të shkojmë, të velim rrushin, dhe të gjithë së bashku si familje si qishim, shkonim tek vendi që shtrydhnim rrushin, e shkelnim rrushin dhe merrnin mushtin që futnim në fuqit që kishim poshtë shtëpisë derisa të bëhej verë e mirë. Dhe baba im me të vërtet kishte verë shumë të mirë, verë të mrekullueshme. Por këtu vreshti që përshkruan Zoti është shumë serioze, ndërsa priste nga ajo që duhej të bente dhe nga ai mundi i bujkut që kishte bërë dhe mbjell këtë vresht të mirë, në vend që të merrte rrush të mirë, në mënyrë të habitshme ajo dha rrush të egër. Shumë serioze kjo. Dhe pyetja kritike këtu është përse dhe se kur një vresht kaq i mirë, në vend që të jape rrush të mirë, jep rrush të egër. Por përpara se të arrijmë se përse, të shohim se çfarë do të bëjë Zoti në këtë vresht. Dua t'ju deklaroj, thot, se çfarë do t'i bëj vreshtit tim. Çfarë ishte që t'i bëja më të mirë kësaj vreshte dhe nuk ja bëra. Por tani vjen gjykimi i Perëndis. Perëndia të na ruaj, sepse Perëndia bën gjykim me drejtësi. Dhe është shumë serioze të dashur vëllezër dhe motra që të shohim se për çfarë arsyet kjo vresht nuk bëri rrush të mirë, por bëri rrush të egër. Përpara se të shkojmë te kjo, thot fjala e Perëndis, se gjykimi që do të bëjë Perëndia është se së pari do të heqë gardhin që kishte rrethuar, që të futen bishat nga jashtë dhe ta shkelin vreshtin. E tmerrshme, gjykimi i Perëndis kjo. E dyta, do të prish murin që të mos futen në te njerëzit e këqin apo dhe kafshit e këqia dhe ai vresht të rëmbehej nga njerëzit dhe nga kafshit. E katërta, përfundimisht këtë vresht pas asaj që ka për të bërë, do ta bëj të shkret, si një shkreti. E din çfarë do të thotë të mos ketë asgjë në atë vend. As nuk do ta krasit dhe pa krasitje, nuk e di nëse keni parë hardhin të pa krasitur, atje ku nuk e krasit bëhen si një pemë dhe nuk japin fryt. Zojnë vend, por janë të pa vlerë, vetëm deg. Nuk do të krasitet dhe as nuk do të punohet. Dhe në kundërshtim në këtë vresht do të dalin ferra dhe gjemba dhe do t'i urdhëroj që në këtë kodrin të mos bjerë më shi, do t'i urdhëroj ret. Dhe vreshta e Zotit është shtëpia e Izraelit dhe hardhit e zgjedhura janë
burrat e Judës. Prisja ndershmëri, pra prisja rrush të mirë, por në vend të ndershmërisë gjeta gjakderdhje, sa të mërshme është të mposhtë njeri tjetrin brenda në vreshtin e Zotit, dhe në vend të drejtësisë, klithma dhe britma, ankthi. Por tani është shumë serioze të shohim pak më poshtë se cilat janë shkaqet që një vresht kaq i kujdesur dhe kaq i punuar me kujdes nuk jep fryt të mirë. Është dëshira për të pasuruar që nuk mund të japë fryt të mirë në vreshtin. Dhe thot fjala e Perëndis, të gjithë sa duan të pasurohen, bien përfundimisht në tundim dhe në kurthe dhe dëshira të shumta dhe të pamend, të cilat i fundosin njerëzit nga që nuk japin fryt të mirë, i çojnë për në humbje, sepse rrënja e çdo të keqet është dëshira për të pasuruar. E para gjë, bazë dhe problem është dëshira për të pasuruar. Bleva tokë dhe shkoj ta punoj. 5 pend gjë që bleva dhe të shkoj t'i provoj. Përse? Sepse më intereson puna, më intereson pasuria ime. Kujtoni pak të riun e pasur ku kishte mbështetjen e pasurinë që kishte. E dyta, tek ato që kërkojnë të pinë me pije dehse, çfarë të gjenë përpara tyre? Verë, liker, shampanja. Zoti të na ruaj, të dashur vëllezër dhe motra, se pija është gjykimi i madh që bën Perëndia dhe sjell mos pa fryt, domethënë, në freshtin e Zotit. E treta, tek ato që shkojnë pas udhësi dhe pas kotësisë, jo pra shejtërim dhe pastërti është kjo. Por çdo paudhësi është mëkat. Asnjë far kujdesi, asnjë kujdes që t'i japin fjalës të Perëndis, as t'i japin kujdes jetës së tyre dhe as ecjes së tyre në hyrjen apo në daljen tonë. E katërta, shfaqsim, më falni, bëjnë të keqen e bëjnë të sikur është e mirë, sikur thot fjala e Perëndis dhe është shumë serioze që ta dim. Njerëzit duan errësirën më shumë se sa dritën, sepse veprat e tyre janë të liga. Për këtë arsye thot fjala e Perëndis. E katërta, duan errësirën dhe jo dritën, sepse veprat e tyre janë të liga. E pesta, tek ato që shfaqsohen, janë të mençur në sytë e tyre, duke thënë se unë i di më mirë se askush tjetër. Ndërsa fjala e Perëndis na thot, shifni njëri tjetrin më të mëdhenj se veten tuaj. Jo unë, por Zoti në mua. Ja kujtoni Jobin, njeri i përsosur, por i shfaqsuar në vetvete, dhe i duhej të kalonte në atë vuajtje të madhe të tundimit të djallit në mënyrë që të vinë në vete dhe të kuptojë se shfaqsimi i tij e sjell në shkatërrim. Dhe në fund, tek të padrejtët që gjykojnë. Kush gjykon do të gjykohet, dhe kush dënon do të dënohet. Me atë masë që do të gjykosh, me të njëjtën masë do të gjykohesh. Atëherë pra, le ta përsëris, janë 5 karakteristikat bazë që sjellin mos dhënie të frytit tek njeriu, tek familja e tij apo tek jeta e tij përgjithsisht. E para, dëshira për të pasuruar, e dyta pijedese, e treta mëkati, e katërta bëjnë të keqen të mirë dhe duan errësirën më tepër se sa dritën se veprat e tyre janë të liga, e pesta shfaqsohen duke thënë unë, kurse Zoti thot jo unë, por Zoti, të themi. Dhe e gjashta, gjykojnë në padrejtësi. E të mërshme, të gjykosh dhe të akuzosh në padrejtësi. Perëndia të na ruaj, sepse e dini të dashur vëllezër dhe motra se pa fryt të mirë dhe
pa qëndruar fryti jon, që të jeti pa qëndrueshëm, atëherë një njeri i tillë nuk ka as vazhdim të mirë dhe as fund të mirë. Fryti është dhe dua ta shohim pak këtë, por tani ju shkruajta që të mos silleni as pak me atë që mund të quhet vëlla në mes tuajnë, nëse është kurvar, mëkat i madh, kurvëria. Dëshirën për të pasuruar, idhujtar, do me thënë shkelës, që akuzon të tjerët, që përull të tjerët, e të mërshme nuk bën shoqëri me njerëz të tillë, as dorën s'ja jep. E pesa dehës që pjanec pra dhe e fundit grabitqar, dhe me thënë është ai i cili merr vetë pa ja dhënë Zoti. Perëndia të na ruaj vëllezër dhe motra. Me këto njerëz të ashtu quajtur vëllezër, as të merremi me ta dhe as të ham me to dhe as të flasim me ta. Dhe përsëris se kush janë ato që ti dim dhe që ti kemi kujdes ndaj tyre që të mos bëhemi edhe ne pjesëtar të mëkateve të tyre. E para kurvar, e dyta dëshirën për të pasuruar, idhuj, dehës dhe grabitqar. Perëndia të na ruaj. Kështu pra të dashur vëllezër dhe motra, keni kujdes, rrini zgjuar dhe lutuni. Sepse Zoti vjen në atë ditë që ju nuk e pritni dhe duhet të jemi gjithmonë gati për rrëmbimin e kishës. Gjithmonë gati përpara Perëndisë. Por kur do të përgatitemi, jo në atë moment, por që tani duhet të jemi gati, të interesohemi që të ju shmangemi të gjitha atyre që nuk ju pëlqejnë Perëndisë dhe të zgjedhim ato që i pëlqejnë Perëndisë. Amen.